zonit, edhe ti nuk e kom bashkë rahatshëm. A ke dish me shkret dikan me kamion ajo? Po, shqo, unë jam rajt I kam nga Drenica. Një këtë rast të tregova para se marrë në studio, Adem Demaci, që era puna e gjyshit kësaj Agjiut, baba im e ka I vetmi shqiptar që ka pru në dhomën time kur dal pi burgut dytë ka qenë baba im. I vetmi shqiptar që për çdo ditë, jo një ditë por një e ardh e ka marrë Demaci me një fort kuqezi, ka qenë gjyshi kësaj që ja përmend emrin Haxhiu, Ahmet Haxhiu. Ahmet Haxhiu, po. Ahmet Haxhiu dhe 2 sigurimit shtetëror te dera shtëpisë tonë kanë qenë 24 vend, 2 paradite, 2 masdite. Dhe një dit, ajo më përcil ke mu, unë isha student vitin e para, dytin, Lutfi Ayazi. Lutfi Ayazi. Një shpion, besoj shqiptar të një. Ajo më përcil ke, unë me një kamion, që e kishëm një shqitore, I bëjërësh me mytë. Edhe kësej, në trotuar shpetoj. Këtë e kom përsërit edhe në Ljubljan. Kur jo mi Ljubljan ka nartë sigurimi shqiptar, e sërbë në Ljubljan më përcil, edhe ata kom dasht me atër me bembej, jo me kamion. Po nuk I myta shpetoj. Do të kiti për presurën, bravo. Sonte me që jemi në muajin e madhërishëm të Ramazanit, thova pak ma herët që agjeron, profesor. Çka është agjerimi në fakt për ty? Jo, unë e vërteta që unë agjeroj në një formë tjetër për ditë, që një 10 vite, po nuk e bëj agjerimin në formën e agjerimit kjo që është Ramazan. Agjerimi ka disa dimenzione mund të spjegohet, si besim, që është nga feja islame, dhe këto e ka dhënë teknologjinë ose këtë strukturë e ka dhënë profeti Muhammed, edhe është I vetmi profet që ka dhënë përveç këto në formës fej, besim, e ka dhënë dhe arhitekturën për trupin, mendjen e njerit, si mu reorganizu mrenda. Njëra, përveç faljeve, namazë, e këto është edhe agjerimi. Agjerimi, 1600 vjetë për para, 400, një gjeni, tani po flas nga aspekti shkencor, me të dha krejt këto receptura, ose këtë režim stil jete, është një mrekulli. Do më tha, aj, në atë kohë, kur është shkru Kurani, me të tha, falju 5 herë, agjiron një mujdit, tani shkenca merret me këta. Dash me falje, çka në efektet e faljes, çka në efektet e namazit, se gjadës, dhe çka në efektet e agjirimit. Efektet e agjirimit, sot ka 100 libra për ashtu quajturin në intermediate fasting, ose agjirim I ndërprer, I përkashëm, pas kohë që në këtë rast është 14 dhe 16 orë, dhe për këtë o marë çmimin Nobel në vitin 2016. Do me thak, ne kur shajmë, ka disa efekte në fiziologjinë tonë. Një ndër efektet është riparimi, se ne çdo herë kur hajmë, ka mbetje. Sikur kur ndez një dru ose qymër, ka mbetje, hiri, tymi, dhe këto dëmtojnë trupin, që ne quajmë procese oksidative, që dëmtojnë lindjen radikale të lira, dhe nga këto mbetje